Nëse je single, gjeni partner e nisja gjimit sa ma shpejt. Para një kohe u kon trend me bo video të tregu që dikush ta ka thy zemrën e te e përdor ato si motiv shtesë që mos më marrë me kur gjë përveç peshave. Faktën, kjo u kon ajo që e ke pa mas shumti në rrjetet sociale të plot influencerat fitnessit. Po çka plot njerëz nuk dinë është se të ushtruarit me partnerin ose partneren rrit dukshëm performancën e bile edhe rezultatin. Me ushtru me partnerin ose partneren rrit nivelet e dopaminës dhe oksitosinës, hormone kyçe të lumturisë edhe dashnisë. Kjo jo veç që ju afron emocionalisht, po edhe ju motivon mi shty së bashku limitet e forcës. Studimet tregojnë se çiftet që ushtrojnë së bashku kanë më shumë konsistencë edhe më pak gjas me afut skep gjime. Përveç kësaj, edhe garës së shëndetshme, benefit tjetër interesant është sinkronizimi. Kur jeni të ushtruar së bashku, trupi reagon pozitivisht duke rritë energjinë edhe të djeg më shumë kalori. E ti që ja ke nis fitnessin për me nxon femna, e si e tu pa kur far progresi as në gym as në lidhje, nashta dosh me andru vendin këtyn e dy javë një herë. E si gjithmonë, për më shumë tema si kjo, bëni follow Urban FM në çdo platformë sociale, si dhe subscribe në YouTube.